Logu i bjeshkëve rikthehet me 9 gusht në qafën e Përdelecit në Kelmen, duke sjellë një tjetër edicion të festës tradicionale që promovon kulturën, zakonet dhe identitetin e malësisë somale. Aktiviteti pritet të mbledhë artistë, këngëtarë dhe qindra vizitorë nga Shqipëria, trojet shqiptare dhe vende të tjera, duke kthyer zonën në një qendër të rëndësishme të turizmit kulturor. Një nga momentet kulmore të festivalit do të jetë gara tradicionale e bukurisë së vajzave të veshura me xhublet, një prej simboleve më të rëndësishme të trashëgimisë shqiptare, e përfshirë në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Ky ritual vijon të mbetet zemra e aktivitetit dhe një dëshmi e gjallë e traditave të malësisë. Programi artistik do të sjellë në skenë emra të njohur të muzikës popullore shqiptare, mes tyre Gzim Nika dhe Vita Kunora, ndërsa aktori i mirënjohur Çun Lajçi do të përcjellë emocione përmes interpretimeve të tij artistike. Organizatorët bëjnë të ditur se edhe këtë vit logu i bjeshkëve do të ofrojë një atmosferë të veçantë me këngë, valle, rite dhe zakone të trashëguara ndër breza, duke promovuar vlerat kulturore të malësisë somale dhe duke e konfirmuar këtë aktivitet si një nga festivalet më autentik të Shqipërisë.